Prej vitit 2000 e deri sot, Kolegji AB është ndruar në institucionin më të madh jo publik në Trojet shqiptare, me mira student të diplomuar, me 9 fakultete dhe 47 deg studime si dhe projekte ndërkombëtare. AAB shënon këtë vit 25 vjetorin e themelimit. Për këtë jubile, mëngjesin e sotëm, stafi i kolegjit i udhëhequr nga rektori mbolli 25 drunj, një për çdo vit rrugëtimi, si simboli i qëndrueshmërisë dhe përkushtimit ndaj një të ardhmeje më të gjelbër. Sot në shenjë respekti dhe si simbol kemi vendosur që të mbjellim edhe drunj, domethënë që të përkrahim edhe pjesën e gjelbrimit, që është edhe një prej objektivave tona, që të dëshmojmë se jemi për edukim, jemi për kulturë, jemi për pjesën e gjelbrimit e kështu me radhë. Ceremonia soleme vazhdoi në teatrin Faruk Begolli, ku tapeti Kuq priti musafir të rëndësishëm, jo vetëm për AAB-n, por edhe për Kosovën. Në fillim të ngjarjes, u mbajt një minutë heshje për të kujtuar Enver Petrovcin, ish rektori i AAB-s dhe një figurë e shquar artistike. Në këtë ceremoni, u mbajt fjalime nga stafi drejtues, ndërsa atmosfera u pasurua nga pikat artistike, muzikore dhe vallëzimi. Kur AAB hapi dyert e veta në vitin 2000, në një Kosovë që po ringjallej nga pas lufta, themeluesit e AAB-s patën vizionin dhe guximin të krijonin një institucion të arsimit të lartë, të cilit ju besua misioni për të përgatitur gjeneratat e reja me dije, me profesionalizëm dhe me përgjegjësi shoqërore. AAB nisi aktivitetin e saj akademik me themelimin e Fakultetit të Komunikimit Masiv, një hap i guximshëm që synonte të ofronte një mjedis kur studentët mund të zhvillonin aftësitë e tyre në fushën e medias, gazetarisë, marrëdhënieve publike dhe komunikimit profesional. Në vitet e para, AAB ishte një institucion modest, por me një shpirt të madh dhe vizion të qartë. Studentët e parë, një grup i vogël por shumë entuziast, gjetën në AAB një mundësi për të mësuar dhe për të përgatitur për sfidat e botës reale. Sot kemi raporte ndërkombëtare që flasin për standardet tona, për transparencën dhe për përkushtimin ton ndaj dijes dhe shkencës. Por pas këtyre arritjeve qëndron një punë kolosale e përditshme e cila shpesh nuk shihet por është thelbi i suksesit ton. Stafi akademik i AAB-s është generatori kryesor i këtij institucioni. Stafi administrativ është krahu i padukshëm, por i domosdoshëm që siguron funksionimin e çdo procesi. Stafi teknik dhe mbështetës është garancia jonë që mësimi, teknologjia, infrastruktura e çdo detaj tjetër i përditshëm të funksionojë si duhet, duke bërë jetën tonë akademike, profesionale të mundur dhe më të lehtë. Para 25 vitesh, kur AAB sapo kishte nisur rrugtimin e saj si Akademia e Arteve të Bukura, mora një telefonat nga motra ime, e cila më tha: "E kam gjetë një drejtim për ty. Komunikim masiv në AAB. Duhet të aplikosh menjëherë." Dhe ashtu bëra. Në atë moment nuk e dija se po bëhesha studenti im i parë i regjistruar në AAB, por e dija se po fillonte një kapitull i ri për mua. Sot, pas një çerek shekulli, ndihem me të vërtet krenar që kam qenë pjesë e fillimit të këtij institucioni madhështor për mua, po edhe për të gjithë ju dhe atyre që kanë kaluar nga ky vend. Feride Rushiti u ndërua me çmimin ndërkombëtar për të drejtat dhe liritë e njeriut.
Ky çmim nuk është vetëm vlerësim për mua dhe punën përmes Qendrës Kosovare për Rehabilitim. Mbi të gjitha, ky çmim paraqet një mënyrë të thellë për dhimbjen dhe forcën e 20.000 grave dhe burra të cilat u torturuan gjatë luftës. Ceremonia u përmbyll me ekspozitën e artistit Hajrosh Fazliu dhe një koktej për musafirët, ku të gjithë u bashkuan për të festuar këtë ditë të rëndësishme.